Një ndeshje kampionatit të moshave U16 e zhvilluar në Shkodër mes ekipit Vendas dhe skuadrës së Vorrës është shoqëruar me polemika dhe pretendime për një vendim të gabuar të arbitrit. Sipas denoncimit të skuadrës së Vorrës, ngjarja ka ndodhur rreth minutës së 55 të takimit, kur ekipi mik kryesonte me rezultatin 0-1, pas një goditjeje e dënimi dhe një momenti të dyshimit pranë zonës së portës, topi është larguar nga mbrojtja e Vorrës. Megjithatë, arbitri kryesor dhe anësori kanë sinjalizuar për gol në favor të ekipit Vendas. Ky vendim ka shkaktuar reagimin e menjëhershëm të lojtarëve dhe stafit të Vorrës, të cilët kanë protestuar duke pretenduar se topi nuk e ka kaluar vijën fatale të portës. Sipas drejtuesve të ekipit, pamjet filmike të ndeshjes janë vënë në dispozicion dhe janë dërguar pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, me kërkesën për shqyrtim të rastit, si dhe vlerësim të vendimeve të arbitrimit gjatë takimit. Pritet që organet përkatëse të FSHF-s të analizojnë materialin filmik, si dhe të dalin me një qëndrim zyrtar lidhur me situatën e krijuar në këtë ndeshje të moshave.